2 prilli 34 viteve më parë ishte një ditë që nisi si çdo tjetër, por në fakt do të regjistrohej si një ndër më të përgjakshmet e përballjes 45 vjeçare të Shkodrës me diktaturën komuniste. Në sheshin para Komitetit të Partisë së Punës së Shqipërisë së kohës, u tubuan nxënës të Shkollës së Mesme të Përgjithshme Jordan Misja, të cilëve ju bashkuan edhe bashkëmoshatarë të 29 nëntorit. Një protestë patësore në shenjë revolte për fitoren e Partisë Punës së Shqipërisë me 31 mars 1991, zgjedhjet e para pluraliste pas pluripartitizmit të lejuar në Shqipëri, do të kthehej në masakër. Ndërsa në Shkodër u përhap lajmi se policia dhe sampisët pullononin nxënësit, qindra ju drejtuan sheshit për të mbrojtur bijët dhe bijat e tyre. Forcat speciale të ardhura nga Tirana, por edhe të policisë lokale, nuk kursyen një vetëm goditjet, por edhe plumbat. Ranë për të mos u harruar kurrë, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Besnik Ceka, ndërsa disa ditë më vonë si pasojë e plagëve, ndërroi jetë edhe Nazmi Kuryeziu. Mbi 80 persona të tjerë u plagosën nga plumbat apo u lënduan nga goditjet e forcave speciale dhe policisë. 34 vite më pas, ngjarja vijon të përkujtohet me respekt të veçantë, teksa edhe pas më se 3 dekadave, familjarë të viktimave, por edhe të tjerë, besojnë se ngjarja nuk është zbardhur plotësisht, edhe pse ka patur persona të dënuar me burg për 2 prill 1991.